Shtetet e Bashkuara të Amerikës po planifikojnë të tërheqin rreth 1/3 e avionëve të tyre luftarak nga Evropa në një lëvizje që pritet të ndikojë drejt për drejt në aftësinë operacionale të NATO, sipas dokumenteve të raportuara nga New York Times dhe media gjermane Die Welt. Vendimi është komunikuar aleatëve evropianë në fillim qershorit dhe lidhet me një rishikim të angazhimeve ushtarake amerikane në kontinent. Plani pritet të kufizojë aftësinë e NATO-s për sulme me rrezet gjatë, operacione të avancuara mbikëqyrjeje, përfshirë monitorimin e lëvizjeve detare dhe nëntesëve ruse, si dhe përdorimin e sistemeve raketore strategjike. Zyrtarët evropianë të cituar në kushte anonimiteti thanë se Pentagoni nuk ka dhënë ende afate të qarta për zbatimin e këtij reduktimi, por sinjalet tregojnë se ndryshimet mund të ndodhin më shpejt se sa pritej. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar prej vitesh barën financiare dhe ushtarake të Shtetit Bashkuar në NATO, duke kërkuar që vendet evropiane të rrisin kontributin e tyre në mbrojtje. Ndërkohë, zyrtarë ushtarak amerikan theksojnë se ky riorganizim lidhet me 07 me zhvendosjen e fokusit strategjik drejt rajonit indo-paqësor në kuadër të skenarëve të mundshëm të konflikteve në disa fronte globale.